Kosovarët ankohen shumë në çmimet e jetës së përditshme, por duket se kanë pak ankesa për çmimet e veturave. Kjo me që automobilet krahas karburanteve mbeten grupi më i madh mes mallrave që importohen në Kosovë, madje me rritje të vazhdueshme e të madhe. Me vlerë prej rreth 651 milion euro në vitin 2025 janë importuar mbi 16% më shumë vetura se në vitin 2024. Bazuar në të dhënat zyrtare të Open Data Dogana e Kosovës, të analizuara dhe të përpunuara nga platforma online Autonet, në vitin 2025 janë importuar gjithsej 24.207 vetura, në raport me 37.954 të sjellura në vitin paraprak. Ndërkohë mbetet shumë e lartë e përqindja e veturave të përdorura kryesisht për shkak të çmimeve më të përballueshme. Në këtë rast, 90% apo 39.877 janë vetura të tilla, ndërsa vetëm 10% janë vetura të reja. Ndërkohë, analiza e tregut tregon se veturat me motor dizel vazhdojnë të dominojnë tregun e importeve në Kosovë gjatë vitit 2025, të cilat bashkë me ato benzin mbeten me afro 80% të veturave të importuara. Kjo derisa pjesëmarrja e veturave elektrike dhe atyre hibride mbetet shumë e ulët. Përveç veturave për pasagjer gjatë vitit 2025 janë importuar edhe automjete për transport mallrash. Edhe në këtë segment vrehet dominimi i automjeteve të përdorura, me 98%, çka pasqyron orientimin e bizneseve drejt zgjidhjeve më ekonomike për flotat e tyre.